A keni dëgjuar për Che Guevarën? Për idealistin e madh që frymëzoi njerëz për revolucione? A dini sa e ka vizituar Shqipërinë? Por kush ishte Che Guevara? Dhe si u bë që të vizitoi Shqipërinë komuniste? Ernesto Guevara, ose i njohur si Che Guevara, ishte argentines, që luftoi për përhapjen e komunizmit të botë. Ai është një nga udhëheqësit kryesor të revolucionit në Kubë, në vitin 1959, ku së bashku me Fidel Castro morën pushtetin. Pas kësaj, Che Guevara shkoi në disa vende të botës me qëllim të përhapjes së ideve komuniste, ku u zu rrok në Bolivi dhe u përshkatua më vitin 1967. Ishte ambasadori shqiptar në Kubë, Miralaq Gjinikasi, rrëfen arët në Che Guevara së Shqipëri. Ishte diplomati tregon se udhëtimi i Che Guevaras ishte i gjatë, ndërsa për të mbërritur në Shqipëri ishte dashur të maskohej, në mënyrë që të mos vijë re. Në Shqipëri ai ka pasur një takim me kryeministin e atëhershëm Mehmet Sheun, me të cilin ka folur shumë për idetë revolucionare dhe për gatishmërinë për të bashkuar revolucionin. Ka qenë pikërisht diplomati Zeqira Golli, i cili ka zbardhur këtë vizitë të Che Guevaras në Shqipëri. Ku ai thot, ishte fillim vitit 1968, kisha marrë detyrë ta çuaja në takim me kryeministin shqiptar Mehmet Sheun. Ishte një vizitë që kryej sa për misjellje, nga që nuk mund të refuzohej nga pala shqiptare. Në këtë takim ishte të mëreshëm 4 veta. Mehmet Sheun i tregoi mikut historinë e vdekshme të luftës antifashiste nacionale shqiptare. Dërsa në ekspozën e tij, Che Guevara paraqiti një pasqyrë të shkurtër të asaj që kishte qëlqyer në përmbysjen e diktatorit Batista dhe në fitoren e revolucionit. Dërsa ai shfaqi disa kapitale që kishte lidhur me ndezjen e revolucionit dhe hedhjen e popullve në ftakat e luftës për liri dhe drejtësi shoqërore. Pas bisedimeve, Che Guevara u zhvillua në vitat e Durrësit, ku kaloi natën, pastaj është kthyer sërish në Kubë. I vetmi epizod interesant të takimit është një automatik Kalashnikov që Che Guevara i adhuroi Mehmet Sheun. Gjithashtu në dëshminë e Gjinikasit bet dhe një fakti se si Enver Hoxha nuk e takoi vetë Che Guevarën, por ndoshta edhe për faktin se miti i Che Guevaras në atë kohë nuk ishte aq shumë i famshëm dhe Che Guevara vetë si person nuk ishte aq shumë i njohur. Che Guevara dhe sot e kësaj dite mbetet mit, dhe i adhuruar nga një pjesë e madhe e njerëzve në përballë.